Respektuar të televizionit Tuskana, misë se vini në ciklin e emisioneve që ne do të mbajmë. Këtë radhë do të mbajmë me aktivistë ndryshëm të Kërçovës, të cilët kanë vepruar edhe jashtë Kërçovës për të gjithë mundin, edhe mendjen, edhe mundin, por edhe aspektin financiar e kanë pas dhe e kanë drejtu për Kërçovën që ne të arrijmë këto të drejta që, apo institucionet, themelimin e institucioneve që u bëhen në Kërçovë, që unë do të kishe përmend shkollën Drita, shkollën e mesme Drita që e mbështeti diaspora, më pastaj kemi shkollën e Batishtit në Kërçovë që gjithashtu që me një mbështetje të diasporës dhe financim nga diaspora, por edhe kontributi i tyre në luftën e Kosovës dhe luftën e 2001-shit në Maqedoni. Për të biseduar për këto tema, musafir i parë i imi në këtë emision kam derin që ta kesha profesorin Recep Bajrami. Profesor, faleminderit që pranuat të jeni musafir i parë në ciklin e emisionit ku janë kërçovarët. Faleminderit për ftesën. Jam i privilegjuar, edhe i nderuar sigurisht, që pikërisht mu më besuat ose më thirrët të diskutoj për këta çështje, të cilat janë aq të rëndësishme dhe aq domethënëse për popullin kërçovar, i cili nga rrethanat X është detyruar të migrojë në gjithë botën thuajse, por gjithmonë në vete, në shpirt, në zemër, në dijen, vetdije, vendlindjen adheun dhe përgjegjësinë për të dëshmuar veten se janë kërçovar. Në këtë kontekst, unë si një nga kërçovarët, në vitin 90, për 89 aty ka marsi, edhe unë si punëtor që punonja në arsim në Shkup, në Zeflushmark, u detyrova, me thojza pak më të vogla, që të marrë rrugën e migracionit. Para se dalim në këtë pjesë, profesor, a mund pak të flasim rreth angazhimit të juaj? Ku ishit ti i angazhuar si profesor? Për me që ju keni qenë nga vitet e 80-a profesor, të shumica sot janë ka 45 vjeçar që atëherë kanë lind dhe nuk e din shumë mirë këtë pjesë dhe do t'ishte mirë që pak të flasim shkurtimisht për pjesën që ju si kërçovar keni dhënë kontribut në vendlindje, po më pastaj jeni detyru, ashtu siç e thatë edhe ju, që të migroni për në diasporë. E po, në vitin 1979, kam qenë ushtar, në 80-ën jam punësuar në Zeflushmark si profesor i filozofisë, sociologjisë, logjikës dhe marksizmit. Pra kom dhënë 4 janë në Zeflushmark, edhe kom qenë profesori i parë, ose ndër të parët, i diplomu për filozofi, profesor filozofie. Aty punova deri në 89-ën, gjeta një kolektiv shumë të shëndosh, një kolektiv shumë të organizuar. Drejtori i parë jemi ka qenë Ahmet Hajdari, ishte nga Ferizaj, mas atij erdhi Ismet Ramadani, drejtor. Në Zeflushmark, ose Zeflushmarku të them më mirë, ruhej si model në Maqedoninë e atëhershme, do të thotë si një qerdhe që e përdorte pushteti për të arsyetuar përpara opinionit publik, atij jugoslav dhe atij tjetër ndërkombëtar, se ja shqiptarët kanë një shkollë në nivel të shkollave të mesme në gjuhën shqipe. Kjo në 84 më thyë, do të thotë, Ministria e Arsimit atëhershëm, solli vendim që ne, profesorë shqiptarë, të ligjerojmë maqedonisht para nxënësve tonë. Kjo ndodhi në 84. E tash në këtë Maqedoninë ky ligj gjë zbatim, vetëm Zeflushmarku në lanë, thanë, ju nuk duhet, ju do të ligjeroni shqip. Po edhe neve na bën një si të them një pengesë. Nga 10 paralele që pranonin vitin e parë për çdo vjet, mas 84-s vetëm 4 paralele kishëm drejt pranuar, vit parë. A Shkupi në atë kohë kishte 230.000 shqiptarë.
Tash i paramendohet 230.000 shqiptarë me 4 paralele në vit para shkollës mesme. Po kjo ishte koha, kjo ishte sistemi, kjo ishte do të thotë ideologjia atëhershme për shqiptarët. Në këtë kontekst ne u ngushtuam aq tepër edhe metëm shumë kolegë, metëm pa punë, se s'kishte orë, s'kishte klasa. Kërshëvar tjerë në Zë Plushmark përveç me ka qenë me nder dhe respekt se sot nuk është i ndirë, profesor Reze Ballazhi, ka dhënë psikologji, edhe ka qenë profesor Halim Porellku, ka dhënë histori. Ne tre ishëm kërshëvar në Zë Plushmark, të cilët në një formë ose në formën tjetër jepnin atë kontributin dhe mundin tonë. Kjo zgjati deri në 89-ën, në 89-ën për shkak që do të them politike, u detyrova unë ta gjej Zë Plushmarkun edhe shkoj në Zvicër. Kjo ishte koha. Edhe profesor u detyru ta një vendim tepër me siguri rohën dhe emocional për ju që të largoni nga familja dhe... Unë e përjetova ranë që të jemi sinqertë dhe i lus audiencën që të ketë mirë kuptim, se nuk e teproj kur të them unë isha e martu, kisha 2 fëmijë, kisha nan, bab, vllazën, motra, kret, po ndarja nga ditari, ajo më shkatërroi emocionalisht, edhe kam vujt, besoni, për shumë vite kam mandru para nxënësve, duke shpjeguar, duke polemizuar me ta, e kështu me radhë. E tash, a kishte kjo në satisfakcion, a kishte kjo në mundësi që të thjesht pak të marrë energji, të rehabilitohen për këtë. Se nga natyra kom qenë aty, asnjëherë paret nuk kanë interesu. Edhe sot nuk interesu. Pra, se në Zvicër do fitoj një pak ma shumë pare, edhe ajo do të ishte një motiv për mu, kjo për mu nuk vlente. Por, në fatkeqësi, një fat, se kur shkova në Zvicër në 90, aktiviteti shoqëror politik këtu, pra në Ballkan, në hapësirën gjeografike shqiptare, ishte aq i gjallë, ishte aq i vrullshëm, sa që kërkonte kuadër, kërkonte njerëz të cilët do të kyçen dhe do të ndihmojnë në këtë drejtim. Edhe unë pa pritesë, në këtë 3 muajve jam angazhu në aktivitetin e shqiptarëve, në fillim në kuadër të themelimit të një klubi shqiptarës që quhet Zenel Hajdini. Kjo ishte në Soloturn. Dhe në atë klub, shumë thjesht, ishte shumë nga burgu Adem Demaçi, edhe ata jam mbledh aty një 20 shqiptarë, edhe dojnë të bëjnë një përgatitje se një referat ose një diçka rreth ngjarjes që ishte aq domethënë se për shqiptarët. Unë aty si mysafir që së më njifta asnjë, se për herë të parë aty shkone, edhe aty më një cep të asaj sallës, shënova aty stafjali. Kër e krynë ata në mbledhjen, edhe tash kush do ta bëjnë referate, si do ta bëjnë referate, në unë thash thjesht, por thash unë kam shkruar do fjali, lexoni ndoshta ju pëlqej. Kur i lexon ata fjali, po kjo neva na duhet. Po ç'kjo është referate? Oh, sa mirë. Edhe kështu u bashkuan ata të gjithë, e morën atë shkrimin tim, edhe unë bashkë me ta, edhe mas një javë, mas ne organizuam pak ma mënyrë, ma solemne, ma të gjithanshme, edhe kështu ja nisi ajo aktiviteti shoqëror, po thamë politik në Zvicër, se nuk guxonjëm në Zvicër këta me politikë, se Zvicra nuk lindë të bëhen politikë. Mane, ishte shumë në rëndësi kjo puna e klubeve, se deri atë këshën vepru klubet në kuadër të Federatës Jugoslave. Tani për herë të parë, në Zürich, klubin e shqiptarëve të Zürichut, që ishte në kuadër Federatës Jugoslave, e ka shkëput nga Federata Jugoslave, Kadrizeka me bashkëpunëtorët vetë. Në vitin 90, kemi në Zvicër për herë të parë themelot Lidhja Demokratike e Kosovës. Në klubin Muharrem Bekteshi në Olten, është një qytet në Zvicër. Dhe në këtë konstituim të kësaj partije, unë nuk kam marrë pjesë, por ata që më njiftin, ata shokët që më njiftin, më kishin propozu për antarë kryesijet asaj. Dhe mas 2 javësh, kur u rimbajt e mbledhja në Soloturn, atër
më zgjodhen mua antarë të ati organizimi politik që quhet Lidhja Demokratike e Kosovës, edhe fillon me shpërndarjen e të formimin e degëve në për Zvicër. Mu më emnun kryetarit, më zgjodhen njerëzit kryetar të degës LDK për kanton të Solloturnit. Dhe këtë detyre ka ushtruar deri në 94. 94 paralel pra, edhe partia si parti politike, po edhe klubi. Pra të dy aktivitetet në të njëjtën kohë. Që bënjëm ne aty? Asgjë nuk bënjëm. Ne vetëm lidhnjëm ndihma, programin politik që kishte Lidhja Demokratike në Kosovë, atë mundoheshëm ta shpërndajmë në diasporë shqiptarët që punojnë atje. Dhe kjo kishte një farë kontributi, një farë vlere, një farë peshe, që shqiptarët gjithmonë imanjëm të mobilizu dhe me vetdijen ka atë. Sa ishin mobilizu, profesor? Po, sa kishte interes? Shive, se cila parti minimum mund të kishte 250 dhe 300 antarë. Se cila dek, se në Zvicër u bon disa dek. Atëherë patë një përprasje mes lëvizjes popullore dhe LDK-s? Do vinja këtu. E pa mirë, okej, atëherë shkojmë me rrasë si lëvizje. Por, nuk fillon aktiviteti politik i shqiptarëve në 90 në Zvicër. Aktiviteti politik i shqiptarëve në Zvicër ka filluar në vitin 80, për një decenje më herët. Dhe në vitin 80, Lëvizja Popullore e kohës për Republikën e Kosovës, në krye me një mori aktivistash. Për momentin ishte kryetari asaj Kelmendi, biemnin Kelmendi, pa emnin të shetë për momentin më kujtohet, edhe ka qenë antar kryesi e Fazli Veliu, ka qenë antar kryesi ai që udhëheq tash në kuvendin e Kosovës, Dehari, Avni Dehari, për këta shqiptarët e Maqedonisë që më të vojtë. Në ata në te ka qenë Mustat Xhemajli, Emruj Xhemajli, këta dy vlazën, se këta janë vlazën, e bëjnë atë kryesin e lëvizjes. Në një tubim në vitën tur, ku e ka marrë, me rastin e shirimit Adem Demaçit të ardhes nga Burgu, unë aty kam qenë prezent, kam shku edhe kam ofru kandidaturën time për qenë antari tyne. Atëherë profesor Fazli më ka thënë kështu. Ti mirë bon që vjen, neve na duhet kuadër i profitit tanë, por është mirë të presish pak se rrezikon veten kur të kthesh në Kosovë. Se ne, ata ishën sigurisht njës të regjistru nga organet e shtetit, edhe të ashte sigurisht ata kishën edhe probleme kur vinin këto. Nga këtë kanë vështrim, mu kjo nuk më pëlqeu. Në qofë se ata të gjithë ishën të rreziku pse, edhe unë do rrezikohesh një. Si do që tjetë, erdhen rrethanat atilla, unë veç isha më vonë në Lidhjen Demokratike, edhe unë beta në Lidhjen Demokratike të Kosovës. A Lëvizja Popullore bënte punë të hatashme, bënte kontribut të jashtëzakonshëm në këtë drejtim. Edash, a kishte fërkime, mosmarrveshje, keq kuptime, e thash keq, po kishte mosmarrveshje, sigurisht kishte, sepse dallonin në program. Lidhja Demokratike thoshte bas platformës politike që kishte bërë profesor Agani me kryetarin, me Rugovën, me kretë, ata mbështeteshin në platformë dhe thotë paqësore. Dhe kishën 3 opcionet. Kosova jashtë Jugoslavisë, Kosova në Jugoslavi, pra Kosova Republikë me Kosova pa Republikë, shumë rrë. Kurse Lëvizja Popullore e Kosovës kishte një parim thjesht. Kosova shteti pa varë, sovrana dhe pikë. Pa Jugoslavi, pa Serbi, pa Kretë. Edhe forma realizimit, Lëvizja Popullore thoshte me forcë, me dhunë, me ushtëri, me polici, me gjithë, këta të demokratë, Lidhja Demokratike me ndonte me forma paqësore, me marrëveshje, diplomatike, me biseda, me kretë ata. Kryetar i pari Lidhjes Demokratike të Kosovës për Zvicër ose për diasporë ka qenë një inxhinier për Mitrovicë, Shaib Latifi. Dhe ai zyrën e tij kishte në Zyrich, ka mund të një fotografi të Zyrikut. Dhe
Na mlodh neve kryetarëve të degëve në përgjithë Zvicrën, edhe prom një vendim që LDK-ja me Lëvizjen Popullore të bëjnë një koordinim, një bashkëpunim, që të kemi veprimin e përbashkët të gjithë. Përfaqësues të lëvizjes kishte aty në atë mbledhje, edhe e prom vendimin që të veprojnë bashkë. Pse kjo nuk u realizu, këtë unë nuk mund të marrë përgjithësi ta them. Nuk e di pse nuk u realizu, po nuk u realizu. Nuk u realizu vepron dama se cili në drejtimin e vetë me platformat e veta politike. Që të mos gjatëm ma shumë rreth kësaj teme, kishte kërcëvar këtu në këta organizime? Kishte kërcëvar. Dhe kërcëvar me detyra, me përgjegjësi dhe me kontribute materiale. Përmes emna, do shta nuk... Jo shumë, me siguri. Ka shumë edhe do të harrojnë në njënë masa në do të hynë nërhak dikuj. Prandaj, por, kishte kërcëvar, dhe më kujtohet që më kalon mbresa, impresion dhe nuk mund të harroj asnjëherë. Në një takim të këtyre niveleve, ka marrë pjesë edhe profesori matë për mu i pavdekshëm asnjëherë Sulejman Eliezi. Erdhë prej Amerike, kishte nalë në Zvicër, edhe erdhë në një takim të këtyre. Bilja e kam parasysh se sot ishte i griposur, kishte pak grip. Edhe kur folte, kërkoj falje se ishte i gripos, po a fjalimi ati met shembullore dhe paharu për të gjithëve që ishën prezent. Pra, kërcëvarët ishën gjithmonë edhe gjithkon. Nuk e thamë këtë as për lavdat, as për merit, unë nuk e di pse edhe popull, ata një popull jemi, po ata lokalitetet tjera, nuk na kishën xhelozi, por na thoshë, po si mundeni me ju? Si mundeni ju jeni kaq të gjallë? Nuk e di a ndjenja, a shtypja këtu në venditje që kishëm, çka i motivon të zdi kryesore, nuk ka aktivitet politik, kombëtar, në diasporë pa kërcëvarë. Profesori, do të thënë, kjo ishte një pjesë që ju ishit të përkushtuar që të ndihmoni Kosovën, që shtypeshte aso kohë nga Miloševiqi, dhe pjesa e tjetër që ju kishit një barë që të ndihmoni edhe proceset në vetëlindje. A mund të pak të flasim rreth organizimit për hapjen e shkollës mesme në gjuhën shqipe, që su pranua atëherë në gjimnaz dhe u detyru që të hapet shkolla e drita. Cila ishte roli i diasporës konkretisht në këtë drejtim? S'pare herë, diaspora jonë, sidomos ajo kërcëvare tani, që e thonë ashtu bisedën, dha një kontribut të jashtëzakonshëm në ndërtimin e asaj shkolle, se unë fatmirësisht ose e kam shtëpinë shumë afër asaj shkolle. Edhe kam pas vajzën time nxënëse të asaj shkolle. Dhe ajo ishte një vrull more i çuditshëm ta shohësh se si organizuan të gjithë fshatrat e Kosovës, ama të gjithë, në ndërtimin e atij objekti. Edhe ajo objekte sot e madit aty është. Nxënësit si dim. Të thënë, ajo objekt u ndërtu me kontributin e kërcëvarëve. Nuk ishte ma herët. Ajo nuk ishte ajo, po thuaj se nuk ishte fare. Dhe atë e ndërtoi populli, kërcëvarë. Edhe ky vendali këtu, edhe ai që ishte për jashta me financa. U formu në Zvicër këshilli për finansimin e asaj shkolle. Kryetari ati këshilli ka qenë Qani Gjambazi nga fshati Cërvic. Është një ekonomist i shkëlqyshëm, është një njeri i rrallë dhe atë ka ndihmu edhe profesor Sefedin Eliezi. Edhe profesor Sefedin Eliezi ka qenë natë kryesi, tash i mund bëj gabim, ai ka qenë arkatar, kryetar, po kanë qenë ata dy tandem bashkë. Edhe ne tjerit, se u formua këshilli qendror Zvicran, masa ne këshilli në për kantone. Unë kam qenë në kanton të Solloturnit. Dhe kjo bëhe me përkushtim kështu të jashtëzakonshëm. Kam harru ata kuotat e pareve, sa ishën 50 franga, 100 franga, se cili kryesore
Këtu ishte arkatar Besim Veliu për Zajazi, të drita këtu në fshat. Dhe ai bonte kërkesë, Zvicrës na duan 20.000 franga shembull, na duan 30.000 franga. Ata pare gjindeshen mrena 28 orëve. I kishte si kishte këshilla, ata pare dushte t'i qenë. Po kjo nuk e bonte vetë Zvicra, që të mos bonte shteoni një anshëm, se këtu kontribonte komplet Europa, edhe prej Amerike, edhe prej gjitha shteteve vinin ndihma dhe sigurisht e financojnë atë. Edhe ajo shkolla edhe sot mund të financojnë me kontributin e diasporës, sepse ishin njerëzit edhe politikisht, edhe kombëtarisht, edhe emocionalisht, edhe familjarisht, në çdo pikpamje kur i folnë për dritën, nuk kishte kur një farë kundërshtimi, nuk kishte kur një farë hamendësimi se jo bëhet, jo s'bëhet. Duhet pare, që pare këja. Edhe ajo funksionoi ashtu si e ti, në mënyrë, unë thamë të suksesshme. Njerëzit që punonjën, kolegat dhe profesor që punonjën atë pagueshën, merrnin një rrobë modeste, sigurisht, por e tani ajo, kur u kriju kushtet, që ka pas shumë, edhe ka pas edhe kundërshti. Se mu më thoshtë njerëzit kur vinjën të mbërqovë, mara ju i një bo si zëzakat në Amerikë, ju vetën e izoloni prej qytetit. Ju keni marrë malin, sa ajo pak si në mal është ajo shkolla, ju keni shku të zhvilloni arsimin në mal. Pse? Pse nuk bëni presion pra ta bëni këtu në qytet? Mirë pa e kishte një tjetër kuptim, një tjetër prapavi. Sa ajo shkolla nuk zhvillonte veç aktivitet arsimor, ajo zhvillonte edhe aktivitet politik. Sepse në atë, dihet e themelimi i Partisë Prosperitetit, ata kushte gjitha, jo shqiptarët pranoheshin, ose pranoheshin, ne kishim 1.001 telashe. Edhe ashtu i bën presion qeverisë të atëshme, edhe kësaj lokale, edhe asaj qendrore, se shqiptarët nuk pranohen, nuk pajtohen me këto programe që ofroni ju, edhe shumë sene tjera, edhe u kryua e shkolla, kur u poqën kushtet sigurisht, u kthyn nxënësit aty ku janë sot, objekti është atë, unë e kam thash afër rastisht, gjithmonë kur i bi për skaj kështu garasha, më kujtohen punëtorët, më kujtohen ata me dritaret, ata me oborën që rregullojnë, pemët që rregullojnë, gjithë ata katunarë, ata që kam punuar aty, po kështu ishte fati. Profesor, si mendon se nuk më dëgju që të mbahet një takim në shkollë edhe për profesorëve, po edhe nxënës marrin pjesë që të kujtohen këto vështirësi që ka erdhur deri tek mësimi në gjuhën shqipe, mos ishte çaj objekt, me siguri nuk do të kishte pas rezultat. A mendoni se është gabim që ka ndonjëherë që e kryjmë një punë dhe më njëherë më nuk kthehemi o te vendi, por edhe te diskutimet? Unë do të përshëndes një iniciativë të tilla dhe do ta përkrah shpirtërisht dhe materialisht çdo pikpamje, po për momentin dije nuk kam, që jemi sinqert. Jo, unë desha një mendim të juajin. A është mirë të kesh Sigurisht se është mirë. Unë them që deklaroj publikisht, do ta përshëndes, do ta përkrah moralisht, familjarisht dhe materialisht. Të llogarit ashtu. Për arsye që atë që ma përmendet ju deri tash, do të thonë ai përveç si objekt mësimor që ka shërbi, pas ka shërbi edhe për aktivitetet të tjera që kanë qenë në dobi të... Sigurisht, po. Pa ajo objekt ose ajo shkollë na bënin neve që morën disa veprimtarë, se drejtori e shkollë ka pas Ilmi Veliun, profesor në historisë. E tash deri atëherë Ilmi Veliu ishte anonim. Anonim. Se merrej me aktivitet fetar. Kur e emëron drejtor shkolle, me të njerin deputetin Olloman Sulejmanin, edhe Ilmi u bën një nga aktivistët më të fuqishëm, më të mirë, më të devotshëm. Dhe ajo shkollë çka bënin? Ajo shkollë e detyroi një fshat që Niazi Limanovski e kishte detyruar, edhe që ata pak fjalë shqip që folta e fshati bashkësht, t'i harrojnë. Tash kjo shkolla jon drita, këtë fshat e kthej për 180 gradë në të kundërt, edhe atje hapi paralele, 3 paralele në gjuhën shqipe, nën tutelën, nën syt e Niazi Limanovskit, edhe agenturës të atij, që e përcjellën, dhe arsimtarët e nderuar, që sot nuk janë
Tefik Ramadani, Sabit Ramadani, Sami Ramadani edhe ky është. Samit Alipi, bësi. Samit Alipi, më falë. Edhe Husku, një mësuesi mathë për e kërësh në ishte Husku, edhe shumë të tjerë, edhe këta shkonjën, punonjën atë pa pare, pa rruga. Pa rruga kam punu. Deri sa i ranë vesh diasporës. Kur murë vesh diasporës se këta shkojnë, edhe nuk kanë të ardhën, nuk kanë rruga, atë diaspora i qiti në atë listën e punëtorëve që duhet paguar, edhe merë një masane prej fondit drita, edhe ata merë një ndim modeste. Ky ishte kontributja. Unë kisha edhe si pyetje shkollën e Bashkishtit, shumë mirë e lidhet me këtë pjesën e Llapkidollit, dhe thonë të jenë një organizim i atashëm, profesor, ja, dhe diasporë. Shumë i fuqishëm dhe shumë i guximshëm, sepse ne përcilleshëm. Ata ku shkojnë atë te Kufini, në Kumanov për dalë për jashta, ata aty në manjën ka një orë, edhe kontrollojnë kush je, cili je antar partijës, si antar e kësaj, asaj, pra, ajo i kishte vështërsi, se pushteti nuk flinte, i kishte ata mekanizmat e vetë, format e veta për të na përcjellë. Si do qoftë, nuk mundeshte të na pengojnë, vështërsi bënte, po penges, të nalë, të ndërpres aktivitetin, nuk pa sukses, edhe ajo fryma e demokracisë që fryte në Balkan në atë kohë, sigurisht edhe ajo ndikonte pozitivisht në rrethanat lehtësuese, i lehtësonte hallin, dhe kështu që ajo veproi mendoj pa sukses në veprimin e vet. E tani u mbylli ky kapitull. Në këtë rast do të thonë diaspora i pagunte në atë kohë arsimtarët e Bashkishtit, do të thonë me një rrugë nga diaspora se nuk ishin kuadrat sistemit. Jo, ata kanë qenë kuadrat të dritës, të fondit të dritës. Bashkishti. Bashkishti, një kohë, tash nuk e di sa kohë, për në atë fillim, kur u ndrru forma e ligjerimit prej atij maqedonisht në Shqip, atë është sistemi i nalim mjetet. Nuk u e të rroga. Po këta nuk u ndërzun, nuk u nështrun, nuk ka, ne vazhdojnë pa rroga. Edhe vazhdojnë pa rroga. Fshatin, tash se nuk du ta detalizoj këtë punë, fshatin në ndan, një pjesë e fshatit nuk pajtohe që të mësoj në gjuhën Shqipe, po pjesa dërmuse, pra ma shumët, pajtoheshin. Edhe tash këta pajtoheshin, po fshat, ka është fshat malor, një të dueshte. Atëherë, diaspora, për ati fondit të përgjithshëm, të dritës, ndau mjete edhe për ata arsimtar, tash numrat nuk e di sa, po nuk ishën pa u ndihmu. Edhe ata merrnin një ndim modeste, një ndim. Profesor, ne më herët folim rreth Kosovës. Tash do desha që të vijmë në pjesën e asaj, cili që kontributi përsëri do thomi kërçovarëve në luftën e Kosovës. Në luftën e Kosovës, kërçovarët, që ajo ne ishëm të përfshirë në të organizmat politikë. Në 92-shën, 93-shën, kujtoj u formu Këshilli Koordinues i partive politike në Prishtinë, në mes të LDK-s, Partisë për Veprim Demokratik në Preshëv, edhe Partisë për Prosperitet Demokratik në Maqedoni. Të tre këta subjekte, ky Këshill Koordinues, kryetar zot profesor Dr. Ibrahim Rugova. Edhe tani ne që hynjëm në për këta se preshëvarët i kishe në veprim demokratik, shqiptarët e Maqedonisë në prosperitet, kosovarët i kishe në për partitë e tyre politike. Miraman, nuk dathoj kjo, nuk kishëm ne ata ngarkesat, se ti je nga Presheva, ti je nga Maqedonia, ne nuk i kishëm të ngarkesat, ne ishëm thjesht idealista me parimin, ta shirojmë Kosovën, ta bojmë Kosovën shtet, pasane Kosova do të na ndihmojnë neve në realizimin e aspiratave tona politike. Edhe kështu që nuk dallojnë ti mes një kosovare dhe një preshevare dhe një shqiptare të Maqedonisë se kush është. Ai duhet të tregojnë se kush është. Përndryshe në tubim, në mbledhje, në forume ndryshëm ishëm barabartë. Edhe është lidhja demokratike e Kosovës, për shembull, ajo kryesia qendrore e asaj, dikur, u bë një veprimtare, një burgos politik, një Gani Sylla, kryetar, unë kam qenë nën kryetari atij. Unë isha nga Kërshova. Po kjo nuk i pengon të ata që mund të më zgjedhin edhe të më votojnë për nën kryetar.
Ose më vonë, me rastin e Rambujes, u bëjo partia politike e profesor Qosës, Lëvizja e Bashkuar Demokratike. Kryetar është Qosja. Pse u bë, duhet shumë kohë të marrë që të shpjegohet kjo, po u bë për një balans politik. Se Rambuja kërkon ata delegacionet 5 luftës, 5 të pa luftës. E tash 5 me 5 ishte droja, gajja, halli, se mund të bivotohet UÇK-ja, mund t'i bëhen shantazhe ndryshme edhe me të pa u realizu kjo. Qëllimi cili ishte? Do të bëjmë një parti politike të re, plus dhe këta 5 delegat të kësaj partisë re, sigurisht se do t'jenë krau i luftës. Po kjo kërkonte bekimin e Hillit, ambasadorit Hill, që është sot ambasador në Beograd. Po nuk në nënshkruan të ai, nuk mund bëhe parti politike me vlerë që të marrë pjesë në Rambuje. Ai një kusht më thatë, unë po do të nënshkruaj, por drejtuesi i kësaj partisë të re të jetë një njeri me reputacion. Më reputacion se profesor Qosja në atë kohë në Prishtinë nuk kishte. E bindëm profesor Qosën, e bindëm që të pranojnë këtë detyrë për këtë hallë. Edhe ajo pranoi detyrën, shku në Rambuje, ndodhe ajo që ndodhe i kretë, u këthy nga Rambuje edhe e bune dorhek. Këta unë nuk gara me politikë, unë jam kyçi jam edhe të gjatë. Pra, kontributi i kërshëvarëve, i shqiptarëve të Maqedonisë, i të gjithë ka qenë edhe në aspekt financiar dhe organizativ. Në çdo pikpamje, edhe në organizim, edhe në financë, unë do ta përmend, se e kam në aty në të atil. Mund të thëmë me plot gojë dhe lirisht se njëri nga kontributorët më të fuqishëm të luftës Kosovës dhe të qeverisë kosovare ka qenë një shqiptar për Sërbice. Ai shqiptar i Sërbicës quhet Shaban Ipsha. Ai ka qenë njëri kryesor i qeverisë Kosovës, asa qeverisë përkohshme në fillim, me atë 3% e njohur. Shaban Ipsha ka mbledh ndihma pa ndërprerje më shumë se çdo kosovar tjetër, edhe ka kontribuar sa qeverisë me mjete financiare të atyre. Okej, populli jep të paret, sigurisht, për organizimin, mbledhjen, dorëzimin, pranimin, këtë e bënte Shaban Ipsha. Dhe Shaban Ipsha, sot e madil leje nuk ka, e ka bo me tren, me autobus, edhe me mjete private, shoqëria që kam vozit. 1 milion herë, ku më thamë, Shaban nuk bëne një lejeve të hajnë dërë që thesën me pare, me shumë pare, rrezik. I madh, jë mund të nuk guxojnë mund të ndalin para. Të njëjtin rol e ka luajt edhe në luftën tonë. Të njëjtin, ka qenë arkatar general për kretë Europën, a Shabani pa, a mund të ketë pas marrë në Afrikë sa dush, po për jashtë nuk e nxjerrte edhe. Ne nuk është ne shinjëm si stoik për herë, edhe e ka bu këtë rol Shaban Ipsha. Për luftën e Kosovës. Për luftën tonë, po të njëjtën e ka bu. Ka qenë arkatar i fondit, kryetar se dojnë për temën të shumë. Në luftën tonë, kryetar i Këshillit, ka qenë një Kumanova, një Vazhit Sejdiu, a ishte kryetar, ishte profesor gjuhës shqipe, ishte një veprimtar i devotshëm për të këtë nivel. Nën kryetar kom qenë. Unë ashtu kom pas fatet gjithmonë, kom pas të dytin rol. Të parin, nuk ma ka rënë ose s'kom ditë ta marrë, ose se kom meritu, sigurisht. Edhe ashtu këtu ke kjo lufta jonë, më gjetë një vegzë, thanë, komandanti është kërshëvar, mrena. E për nuk bënë për jashtë atjetë kërshëvar, të që se luftë nuk e bënë kërshëvarët. Ne, nëse e dinjëm se komandantin në ushtërinë e cëra, janë kërshëvarët, ama nuk dëshëm të japim atë konotacion, do të atë nëse kërshëvarët. Atëherë, u bëjë Vazhiti kryetar, nën kryetar kom qenë unë, arkatar ka qenë Shaban Ipsha, sekretar ka qenë një Gjevahir Çollaku, prej laturishtit të Strugës, ai momentalisht nuk jeton. Antar kryesor ka qenë Murat Jashari, vllai Ismet Jasharit, diçnaj. Edhe kanë qenë 2 të varë, Fejzullah Union e Mbjen, një tjetër t'ja kom harru. Kjo ishte ajo. Bikqyrës kishëm Gafurën. Gafur Zëndelje, në që uvra i Gafurën.
a vinte njerë mund me atë euforinë e vete. Mire keni bo, këtë që keni bo, shumë keni bo, pak keni bo, në shkonte. Ama pas, fundament i kësaj, ka qenë Shaban Ipsha. Profesor, në luftën e 2001-shit, sa ishte rënë të organizimi, sa i thirë, do e thoni, përgjigjeshte diaspora edhe aspektit financiar edhe organizativ në përgjithësi? Ajo, kërësia i ndante ata detyrat. Shabani ishte arkatar, a këtë ishte sekretar, unë kom qenë në këshillin politikë. Edhe kom marrë tubime në disa qytete të Zvicrës, në do të platformën, shëve njëzit e përkrahën luftën. E përkrahën luftën edhe shprehen nga dishmëri, do të edhe ta financojnë luftën. Ta shte ata finansat, Shabani këtë punë, din të thotë mirë, se a ka qenë në sektorin e finansave, po... Pyetja e ime ishte ma tepër, sa e mbështetjen? Do të thonë, sa keni pas ja organizim tubime, sa vini në për tubime njerëzit se kanë qenë edhe më angazhime? Njerëzit në përgjithësi, njerëzit do të thotë me shumicë e mbështetjen luftën. Edhe kishën, si thëmë, bot kuptim, kishën i dojnë, jo në atë kuptimin luft për të vra njërës, për në kuptimin luft për shtiru adheun edhe për të realizu aspiratat shekullore shqiptarve, se nuk e dia kishte në shqiptar që nuk ishte prek nga sistemi për x-ën, pashaporta, familje, certifikata, maltretime, burgose, gjithata. Se ky ishte mlef i mbledh 50 vjetë prej ati shteti. 50 vjetë. Dhe për këta 50 vjetë nuk kështë shpëtu asë një shqiptar. I shkollu, i pashkollu, fukara, pasanikë, puta dion, që nuk i kështë prek sistemi në një forë. Edhe të që këtë mlefin e vetë, thoshtë, nuk jem për të vra njërës. Po jem që kur shkojnë për shpia, shkojnë lirë edhe shkojnë rahat, më kem frikë, se në Kumanov do të organizohet atë ekstra, ajo kufini, edhe e bonte kolonën e gjatë 7 kilometra veturave, edhe ne duhet të rrejmë ka 8 orë, ka 7 orë të presim Kumanov. Thëmë një maltretim nga ma të thjeshtit, nga ma të përditshmi që në anotë të përdit. Edhe x halë e qera. Pra ne njërëzit luftën e pritën, jo me duar të rkiti, se nuk ka sanë që pritet me duar të rkiti, por e pritët të gatshëm të kyqen, të ndihmojnë sa tjetë e mundun ma shumë. Sa ndihmojnë, dijen rezultate, dijen punët, të shetë mundët. Edhe pak do të shifrat, po para kësaj, unë kum lezu një monografi të kështethon të Universitetit të Tetovës, për fatë kje shumë pak përmendet Kërqova, si pjesmarrës që kanë ndihmu në këtë tempo. Po më vjen këtë që se ajo gazeta nuk ka thanë atë që duhet, ose atë sa duhet, se Universitetin e Tetovës, edhe këtë do të thanë, kërshëvarët kanë kontribut, mos tëmë të jazakonshëm, se në fjallë madhe jazakonshëm, por të zakonshëm po. Të zakonshëm po, në një mbledhje në Cyri, ku kemi zgjedh kryesin e këshillit për Universitetin e Tetovës në Cyri, edhe aty kemi qenë 12 vetë, në atë mbledhje ka marrë pjesë unë, ka marrë pjesë Shaban Ipsha, ka marrë pjesë Nexhat Mustafa, është një profesor pedagogjie prej Krashnice, vllai Haxhi Mustafës. 3 kemi qenë ne kërshëvarë aty prezent. Edhe të tjerit për gjitha troje. Se do të tregu edhe një diçka për këtë universitetin. Dhe duhet të zgjidhet kryetari. A besoni ju, këtë e tha me përgjithësi familjare, që i drejtohem ka merës mirë të më përcjell, se ne nuk guxojmë as kush ta pranojnë atë detyrë. Jo veç ne kërshëvarë, po edhe ata prezent që ishën aty. Edhe qohet Shaban Ipsha, edhe e pranon atë detyrë. Që nuk guxoni, profesor? Nuk guxoni se kishëm rrezik, se kur vinjëm në Maqedoni, pushteti do të na përgoste. Se u vra atëra në kur themi aja dali, po si, edhe u bo një si thëmë, një ngjyrë, more një ngjyrë shumë të egër, more një frymë shumë të rrezikshme. Edhe njerëzit hezitojnë, nuk deshen të pranojnë.
Edhe Shabani më shabu më të herë. E unë e pranë. Edhe e pranë Shabani e tjera. Edhe u zëtë kryetari Këshillit të Universitetit. Shabani edhe Nexhati, ata dy kanë kontribu jashtëzakonisht në universitet. Por një diçka qëtë është ka bënë. Këtë e bënë e veç Shabani, edhe veç hajku që ta bënë. Kur janë dasht ati do mjete me urgjencë të vinë në Reçic, të lufta, se ushtarët kanë met pa bukë. Shabani merë 100.000 pranga të universitetit, fondit, edhe japi luftës. Edhe erët në kryesi edhe të tregoj, tha, unë sot në përgjithësinë time individuale ka marrë 100.000 franga nga fondi jonë, ja kom shok fondit të universitetit. Asë që nuk i tha se ke gabu, sinqerisht, të gjithë e përshëndetëm edhe Eduard Trokito. Se ushtarët dhe që pa buk nuk mund është të... Dikur, kur unë lodhën parët të Këshillit tonë, i mori Shabani ata parët, i qojnë atë që ku ishte marë, edhe këtë. Këta janë potezet të vogla duken, kur i shef, por do me thanjen edhe vlerën, për momentin e caktuar, për kohën e caktuar, e kanë shumë të madhe. Këta potezet i bën të Shabani Ipçen. Edhe tash mos hihet një pjesë e shkruar për Shabani Ipçen në chat është, do të thonë, gabim. Mo më vjen keq, po kjo historia jonë shumë fytyra eminente i ka harruar. Fatkeqësisht. Fatkeqësisht. Edhe dalje në faqet e para, në vijat e para, pa keq kuptime, pa nënshmime të askuj, se cili ka vlerat e veta, aman shpesh e ndodh, nuk janë ata që duhet të jenë. Pse? Mund qëllimi i këtyre bisedave profesor është edhe kjo, që ne ti theme, ja që sot i përmenëm edhe disa emra, edhe nëse do të thonë mas organizimeve dhe kur vjen puna që të jetë mirë dalin tjerë dhe prezentohen si kontribus, por ja që ju sot nuk i përmeni dhe ndëgjon populata se nuk kanë qenë ndonjë faktor kyç apo kontribus kyç në këto lëvizje që folëm deri tash. Ne, sheve, ne jemi popull i vogël, edhe ne dijemi njëri me tjetrin, edhe ne njihemi njëri me tjetrin, dhe nuk e di, nuk ka mundësi të mshefemi. Qofse unë kam bërë një gabim ose një vepër pozitive, dije që populli e din. Edhe që konjunkturat e ndryshme, që marrin këtë e qesin këtu, këtë e qesin këtu, kjo është ndërgjegja atyne, ndërgjegja e grupacioneve X. Se këshovarët, ne dijemi se kush ka vepru dhe sa ka vepru dhe çka ka kontribu. Unë thëmë, një nga këshovarët të meritum, që meriton, jo vetëm mirënjohje, po edhe diçka më shumë se mirënjohja, ka Shabani Ipçen. Unë kam problem me njerëzit e mi. Ti Shabanin, jo. Se Shabani me marë fondin 3%, do të gjesh në gjithë Europën. Me marë fondin të luftës tonë, do të gjesh gjithë kundë. Me marë fondin e universitetit, do të gjesh gjithë kundë. Këto janë fakte, nuk janë fjalë. Jo, këtë mund të dëshmoj, të argumentoj, kur të dush, sa të dush, edhe si të dush. Se jem dëshmitar i gjallë, kemi vepru bashkë, që kështu si me ju. Edhe aj, mërë të atë sektorin e ekonomisë, pra finansave, mund gjithmonë se gjoja se profesionin e profesore e sapje. Nuk ka veprimi për atë dhe, nuk njef diplom, veprimi për atë dhe kërkuan vullnet, guxim dhe dashuri. Këta treja janë diplomat e veprimit për atë dhe. A këta të treja nuk i mungonjën Shabani Ipçes. Nuk i mungonjën. Edhe shumë të tjerëve, po edhe këti. Edhe këti. Aj mu edhe sot më thotë këmë gjënë në rrugë, profi, tha mu në di shka. Profi ka marru, unë që 20 vjeta zanat nuk e ushtoj, unë ditari në ka marru si duket. Pra ndaj, unë kam qëtë këmë thoshë rëgjepe këmanë, hajtë se ti je profi. Po jo, ne që ashtu njefim, ne nuk kemi leje, do të thënë mas të edhetës, po njësin si profesor Recep Bajrami. Profesor, edhe një pyetje tjetër që është tepër me rëndësi, ju kishit familje, ju kishit fëmijë, ju kishit, si çdo njeri, sa arritni që të qëndroni me familje, se ju keni qenë edhe në punë dhe mas punës se keni bërë këta organizime? 2 fëmijë kam, një vajzë, një djalë.
Vajzës nuk i bona letra zvicre. Marrë gjimnazin këto, edhe ka marrë fakultetin pedagogjik në Shkup. Vajzë. Djalit, ajo metoda, ajo vedia patriarkale. Mirë, po nuk ishte nxanës i mia. Shkonte në Tetov, të regjistrohet në universitet, i merte në 100 franga, ku t'ju mësa, dhe vinte për Tetov, thosha se më kam pranu. Ajo nuk shtevot fara, hiq, se s'kishte kontrol. Edhe atër unë detyrova, thash, ky do të metet, e mora në Zvicër. Këtu, shëve, unë për mu, kom qenë i gjyku, fort i gjyku, se ku kemi organizu një tubim për shoqate për shovarë të parit. Kemi pas ma shumë se 1000 vetë në salë. Edhe një për Cervica, do t'ja tha me emnin, Gjambazi, vlaja ti që një, ta e mësus në Shkup. Së më teke dhe emnin të ashtë. E na e më thire për jashtë. E më tha, ju politikajt, na keni thanë që mu e sjellin fëmijët në Zvicër. A unë shaf, tha këtu, plot fëmijët tuaj në Zvicër. Neve na keni bu. E ta shta ne që u kemi ndëgju, i kemi lanë fëmijët atje. A ju vetë i keni pronë fëmijët tuaj këtu. Kjo ishte akuzëran për mu, se për të jetë unë kom thanë në të bim që nuk bën fëmijët t'i bim këtu. Nuk bën, se nuk bën. Këtë 1001 arsyet. Mira ma, kur edhe në hesapet të logarit të bëjmë si duhet, atër nga dite se shumë prej nesh që kështë ndajnë në tubime, në takime publike, u dilën se fëmijët i ka në vete. Se unë për vete, kur edhe fëmijët e mi atje, kjo aktiviteti ra. Se u stabilizum tonë qasa, Kosova u shiru, shpalli pavarësin, e murë atë rrugën e vete, shqiptarët Macedoni mas 2001-shës, edhe këta murë një farë rrugët vete, tash e mire ke që kjo tem tjetër për diskutim, edhe u qëtësun. E tash e, qka lindi në kompenzim të kësaj? Ne kërshëvarët, po më shoqatën në kërshëvarëve, ideatore asaj është Bekim Adili, aja për unë idejnë prej Amerike, e një Bekim Adili, a themelusja asaj është Rezë Bajrami. Sa 2 sene audienca njëzit të t'i kuptojnë. Edhe themelume atë shoqatën që 17 vjetë se është të themelume, funksionoj mirë. Mas një 3-4 vjetëve dhe lindja e ideja se cili fshat të ketë shoqatën e vete, Profesora, me ndonë pak se u politizu mas asaj kohë shoqata? Apo dusht të tapi kontributet në shoqatës? Shoqata në ta 5 Por të më politizu, dikimi i njerëzit politikës të vetëlindjes që fillun të kenë në atë shoqatë? Unë post në shoqatë nuk kom pas, a rol kom pas, mund në më thamë gjërish rolin kryesor, edhe për këtë bëjë përgjithësi. Për 10 vitet e para, nuk ka mund kërkushit i shtindurët të ndikojnë. Se ne kishëm një program, një statut, edhe ke statuti shumë mirë qëndronte se shoqata aktivitet politik nuk do të bëjnë. Do të merret me aktivitetin kulturor. Ruajtjen e gjuhës, traditave e kështu me radhë. Bile, do ta përmendit ashtu, një pretendent për deputet pi fshatit Cervis një Spahium duket ishte, edhe ajmë bon presion mu thotë shoqata të më propozojnë, të më votojnë, të më dimojnë, të më zotni. Ne, shoqata jonë me statut e ka, nuk bën politik. Nuk bën politik, e sa i morë ata mlefet e veta, po unë për këtë nuk bajta përgjithësi. E tani, a ka shoqata, a ka shtet duhet politika? Unë e me mbërmendimin se jo. Po njerëzit këtë teori e mveshin se në çdo manifestim të shoqatës, qoftë e përvjetor ose do një atë, shoqata fton prej Kërçove, prej këtu,
intelektual të ndryshëm, në mesin atyre disa herë ka erdhur edhe kryetari i komunës, Fatmir Dehari. Por, Fatmir Deharin, se gati unë në çdo tupim ku marr pjesë, asnjë herë nuk e kam dëgjuar që të thotë se të ketë pretendime politike. Asnjëherë. Gjithmonë me ata problemet e komunës, të qytetarëve, të arsimit, të shëndetësisë e kështu me radhë. E tash, në zgjedhjen e kryetarit, këtu shoqata, këtu tërhiqem. Këtu kemi pas aktivitet. Edhe ka qenë edhe në një farforme dhe obligim për arsye se ka qenë çështje kombëtare. Tash këtu kam pasur një keq kuptim ose një mos kuptim. Se kërçovarët edhe aktivistët që u dilën, thoshën të shkojmë të votojmë në Kërçov ta marrim Kërçovën. A unë thoshë, do shkojmë në Kërçov ta qeverisim Kërçovën. Jo ta marrim. Që aty është. Dhe hilja ku ishte, se në qofë se ne e metjem në sloganin ta marrim, dhe me këne dikuja marrim. Do t'ja japim masandej. Atëherë ti qofë se e ke marrë sot, mund zgjaf 100 vjet, 200 vjet, do ta kthesh. Se i kanë kthy perandorit toka që kanë marrë, e jo ma ne. Pra ne unë e largojnë e këtë tezë. Jo, mos tonë ta marrën. Do shkojnë në Kërçov ta qeverisim me një shqiptar. Kjo ishte platforma programim, dhe e dyta, një përfaqësues. Një. Jo 2, 3, 5. Se ne këtu jemi dashëm e zdashëm me numrin imi gati se barabar. E tashti, për 1000 vota, për 2000 vota, vënd makri që ne humnim Kërçovën. Dhe ndoshte për herë të parë në historinë e Kërçovës, pas luftës dytë botërore, që në komunë Kërçovës, kryetar Kërçovës zgjidhet një kërçovar. Po e ka një Fatmir, mos si ditë në ta ketë emër, po është Pistërvice, piku ditë në qilë. Vetëm t'jesh shqiptar, dhe sigurisht të ketë përgatitjen për ta drejtu komunën. Edhe kjo dominoi në 2 mandatet, në 3 mandatet e Fatmirit. Ne kemi bo, unë edhe shumë shokë të tjerë, gjithë kërçovarët, kemi bo presion që një. Po u bo bërë nëmën ju, besoni ju se dikun ka 7-8 aeroplana kemi pranë për votimin e Fatmirit në mandatin e dytë, edhe shumë kontributet tjera, edhe o zonë, edhe ashtë. Kjo, profesor, atëherë i bi që diaspora nuk lidhet për emnit, por lidhet për... Jo për emnit, jo. Edhe mos se për fat keq kjo keq përdoret që diaspora lidhet për asaj që komuna të qeveriset nga një shqiptar. Unë jemi gatshëm ta mbroj këtë që tham, që kam edhe të gjithë kërçovarët që janë në Zvicër me këtë ide, po edhe me këta pretendentët sot që dalin me lloj idesh e mendimesh e sugjerimesh, se në qoftë se Kërçova nuk del me një emër, cili do qoftë ai, ama një emër, diaspora nuk do t'i vinë ta votojnë. T'jenë të sigurt për këtë. Kush do që t'jetë? A në qoftë se del me një emër, t'jeni të sigurt që diaspora në ka këtu. Ju kini pa ne kur erdhëm dhe ta fatin në mandatin e fundit. Ishte kënaqësi e madhe. E mund njerëzit kanë thënë edhe kanë provokuar edhe se ke erdhë se të ka thirrë Ali Ahmeti. Jo, ku mesëm ka thirrë Kërçova. Edhe pikë se ai Fatmir Dehari nuk është kryetari Ali Ahmetit. Është i Kërçovës. Ai është kryetari Kërçovës. O, era mushë me men kështu. Jo. Ky tendenca dhe përkatësi politike dhe gjithë ata ngarkesa që unë për vete jemi pastë në këtë drejtim, ajo pak më interesant. Nuk du ta injoroj Ali Ahmeti, asë kanë tjetër, por kur bëhet se alë për institucion shtetëror, se në thënë, pse e voton Fatmir Dehari? Pse? Kjo pyetje që duhet popullit t'ja thush. Edhe unë për thamë popullit kështu. Ne votojmë se ke dere komunës Kërçovës, kur hymë, na pret qamuri kuqëzi. E para. Hypim 2 shkallë, nalt. Na thuhet mirë mëngjesi, mirë dita, mirë se erdhët, dhe ke shkalla e tretë, urno Gjako Çhallkeja.
në qoftë se nuk e votojnë Fatmir Deharin, ose XY-in shqiptar, këta 3 sene nuk do t'i kemi. Që është të drejtë, që ata ka rregullu ligjin, thot kush është shumicë, gjuha zyrtare do t'jetë e shumicës. Për në qoftë se nëse fiton pala tjetër, edhe ai sigurisht gjuhë zyrtare do të bëjnë komunë gjuhën e vete, gjuhën tonë do të jetë 2, 3, 5. Ky është motivi im, edhe motivi i koshovarëve, edhe ne këtë kemi bënë në Zvicër, edhe do ta bëjmë, do të vazhdojmë ta bëjmë tani me zgjedhje që do të organizohen tetor, në qoftë se kemi fat që koshovarët të merren vesh në rreth, e dalin me një përfaqësues, jeni të sigurt, u marr përgjegjësinë njerëzore, morale, gjithë ata që koshovarët do të kenë këtu, do të jenë këtu, votojnë, ama një kandidat. Qoftë të dalin 2, 3 ata s'kemi bëu. Profesor, unë kur u pyeta pyetjen se keni qenë edhe në punë, po keni qenë edhe në angazhime të tjera, po edhe familja, kam një informatë që më kanë thënë Recep Bajrami asnjëherë nuk ka munguar në punë, çdo herë ka qenë i sakt në kohë dhe për çaq vite sa ka punu, sa është e vërtetë? Ju këtë më vjen mirë që e përmendni, faleminderit. Besoni, është e drejta juaj. Unë në Zvicër kam 29 vjetë e disa muaj punë. Për ata 29 vjetë, munges punë, kam 1 muaj ditë se kam këtë një gisht kame, nuk e kam. Një vagon që kësho mosh me ekra, edhe ma shkeli kame me 2 gishtat e fundit me këpunë. Dhe që kite kam putë, ky shpëtaj. Qatë 1 muaj ditë kam pushim një kështu. Dhe kam 1 vjetë, ose 11 muaj shkort, që ku me të pa punë. Janë të përpunësim. Tjetër ditë, asnjë, gjithmonë në punë, edhe kam punu deri ditën e fundit që i kom bërë 65 vjetë. Deri ditën e fundit. As avokat, as jurist, as drejt, as i vitë. Kam punu, edhe kom marrë një rrogë, qatë rrogën që ma ka dhanë e fabrika, por gjithmonë, këtë tash në fillimit, nuk kom pas pikshinim paret, asnjë, edhe sot nuk i kam. Kam probleme me njështë e minjët familje, se kam 2 vllazë, ata kam bërë shtëpia, kam bërë pare, kam bërë gjithë. Unë jem mjedist. I madhe i ka bërë, i vogli ka bërë, unë jem mjedist. Unë s'kam bërë asnjësa. Por, kite kam shumë të paste, dhe shpirtërisht jam i mbush, se kur dalë në Kosovë, e një vetëm, se si njeri i cili ka punu për këtë shtet, për këtë qytet, për këtë popull, edhe kam një dobësi natyrore, fort e du popullin tim. Fort e du. Nuk e di pse, unë jemi dashur ma shqiptarëve. Edhe ashtë që sot... Profesor, i përmendëm shumë çështje, para se të komentojmë pak fotot, që është pjesë e këtij emisioni edhe që të kthehemi pak në kohë, do të kështë dash një pyetje të fundit. Sa jeni i kënaqur për gjithë asaj që keni bërë që gjendja e shqiptarëve sot në Maqedoni si është? Shive, unë pak e zanate që kom mësu, 4 vjetë, 10 vjetë tjera. Përvoja se kom bërë një përvojë të madhe, kom 71 vjetë. I gjithë faktori politik shqiptar, pina 10 e kënjena, nuk besoj se nuk e din. Se unë nuk jem ma i menqëm sa asnjë. Gjithë jem ma të menqëm sa unë. Unë jem i fundit. 2 konceptet bazë nuk i vënë në spikam, nuk i vënë në tavolinë. Shtet ndërtim dhe shtet drejtim. Ta 2 janë konceptet. Ta ndërtoj shtetin dhe ta drejtoj shtetin janë 2 koncepte. Mos zgjatëm shumë. Shqiptarët në shtet drejtim asnjëherë nuk kanë marrë pjesë në mënyrë të vërtetë. Po thosh pa deputet, profesor, ministër, ku ta qojnë më naltë? Po minister ka qenë me këtë ftyrë. A më në këtë qetërën? Se demokracia, shënë si e ka një parim,
thot, vendimi merret me votë. Sa të dojë ministri, deputeti, le të jetë i aftë, i përkushtuar krejt, në fund vendimin e çet në votime, ajo Shumica fiton. Shumica, kjo është parimi i demokracisë. Edhe çka të bëjnë ministri shkret, ose deputeti shkret. Po a bën tash ky të flen? Nuk bën flen, do të jetë aktiv, do të jetë. Po unë nuk jam i prirur të gjykoj deputetët e ministrat e të gjithë funksionarët politik blanko, kështu thjesht, zbani i keqe, jo, sepse e di mirë filli si organizohet shteti. Në shtet ndërtim. Neve na kanë marrë pjesë në shtet, në arsim shëndetësi, jurisprudencë, këtë. Por, shteti a ndërtu, jo në drejtim që ne kemi pas kakjen, po kakjen e ndërtimit e ka përcaktuar që tërkushe. Në kohën time, centrali komiteti, në kohën e sot me e bon demokracia me gishtat. E dyta e bon shumica. Që vetë ashtë po marrë një shemë shumë thjeshtë. Sa akuza bëjë Macedon tani se i paska prezentu kesh bujar Osmani, këta me gjuhën e tyre dhe me përkatësin e tyre në ata takime që kishte me bugarët. Pra bujar Osmani që ka, është e ka, bujar Osmani, që ka njëru fajtorit numër 1, se macedonishtja që nga pim 25 në gjuhë e një populli. Gjuhë e Shqipe që 2000 e kushtuar, 3000 vjetër, nuk pas ka fajtor për këtë asnjë. Pra, këta janë disa shembull që mu hapin për të drejtë të thamë edhe shumë duhet punë. Edhe shumë duhet punë, nëse disa sene i shoh pozitivisht, se unë veprat e shqiptarëve eminent, ku kom shku ushtari, kom varrost në kopsht. Edhe kom shku ushtar. Se më vinë kja gjanë babës tim në nëstimet e shpjerë, bojnë 100 zezat. Fotografinë Ali Ahmetit, po folë si fytyrë politike, nuk më interesan çështja familjare ti. Sot e shef në ndërtesh aty 2 me 2. Ashtu? Edhe shteti do të mbrojë. Me shku të ta grisi shatë fotografinë, kja përgjithësi. Shteti e mbron. A para disa viteve, ata Ali Ahmetin në ndiqje me gjithat zezat ta burgose. Pra, nuk mund të thome se nuk ka lëvisa zgjë në kuptimin pozitiv. Por, që a ka akoma për të buë, edhe shumë duhet. Profesora, mund pak t'i komentuam disa foto që... Këta kom për të tregoj se tendencat e mija në pinë në 84 kanë qenë të blokoj rrugën Kërçov-Shkup, edhe kom shvizu një darse familjare, edhe pik lapgëdolle, një në trepqidoll të edhin atë rrugën atë, nuk linje vetur ma, qëkojnë se unë bojdarësë. Pra, ka qenë gjithë. Baraktar është e Zhebalazhe, për Shërbica. Kjo është një event historik, se për Zeflushmark, ku kështë mërët komplet profesor. Një event në Zeflushmark, kër i për cilë maturantët na jepnin ka një lullë, ata ishte tradit e shkollës. Këto i kom 2 profesorët e mi të nuk e di, s'kam fjallë për këta, kjo është Femi Agane, kjo është Haradin Hoxha. Kjo Haradin Hoxha në kom pas mentor diplome, a Femi Agane në kom pas hem bab, hem nan, si gjithë shqiptarët. Kjo një fotografi e maturës, kjo është fotografia për promovimin e dritës. Lapkidol, në dhe të njëshën. Edhe aty, unë erë api Zvicra, pak pare kishtë, dhe nuk u pojtua e besimi, sa ishte arkatara, ne ishëm kushurin vetë. Dhe thava kusho, pak bëj ke pronë këtë sa, hasë të bine ma. Në gjimnazin drita këndojnë dje me qika, këndojnë të dërveshë Garanës këtë kanë. Kjo fotografi me maturantët, kur kam festua shumë në Shkup, në Zeflushmark, qesa ka me të piditarit timë. Kjo është foto, a? Shef, se 20 vjetë e bëndë vetën. Këto po ashtu një dashë familjare që kanë erdhë ata prej Shkupi kolegët e mi, ka martu vlanë më atë, kështë. Këtë du pak ta komentoj se këtu ka një fytyrë historike. Ky qëky njëri ka qenë sekretari i shkollës Zeflushmarku, Abdullah Kalishta, a në vërtet e qëjnë Abdullah Isinin. Ky është
drejtues, organizator dhe drejtues i demonstratave gjatë të 8-ës tetor. Edhe unë kisha për detyrë, në mëngjes ku shkoj në kjo shkolla, duhet të shkoj 5 minuta para se fillon mësimi, e në vete ke ky të marr leje. Vazhdoj me punën, ma ditë, atë mos vazhdoj. Pse? Se kishte frikë mos i mi bo titista, komunista. Apo? Çfarë qëllimi kishte? Mua edhe nga 2 tjerë që ishën, se neve të ribe nuk na njifte. E deri sa formoj bindje se kush imi, se qka imi, atë ma nuk na thirte na. A kush ishte e profesor? Qky i mestit. Ki këtu? E qaj. Bi. Abdullah Kalishta. I strugës duhet tjetë kjo. Jo. Ishte tetovar, pi Kalishtës tetovar. Kalishtë tetovës. Edhe ishte tash organizator dhe drejtuesi demonstratave gjatë të 8-ës tetor. 3 muaj para se del pension, komiteti i karposhet atër kërkohet të ta distancojnë për punën që t'ja pengojnë komisionin. T'ja pengojnë pensionin. Edhe më thot muaj sekretari i komitetit, Zërpju Shmak, do thëmë original, ne ka se izgja si profesorët po marksizam. Edhe unë, komplet, tash unë vjen keq, kër a bo demonstrata gjatë të 8 tetor, unë kam pas 12 vjetë, se unë 54 kom li. Qysh din tash një fëmijë? Shka din një fëmijë 12 vjeçar të thot për demonstratat? Po kjo tash mu milicit apet original lovenje na veshtici. Ju thëmë sinqerisht për nder të familjes, u quk shumë kam, hop, dhe kapi fëmë, qka thute? Tash atë që ndëgjove. Po pa kam, po ka përcere e punë. E pra dhe këtë fotografi e kom pranë. Këto një tubim qendror në Ciri të klubeve, se në Zvicra ata kishte 28 klube të cilët funksionojnë. Kjo një fotografi familjare, këtu me nxanës, edhe këtu me nxanës. Nuk kam qenë i zoti të bëj një programim, një archivim, një ashtu, ta ka meti ka gjithë bashortja në për ata sirtarët e Profesor, faleminderit për kohën që nda që të flasim pak për aktivitetet e kërçovarëve, por edhe aktivitetet e juaja në diasporë. Faleminderit juve për ftesën, kërkoj falje audiencës se jem pak euforik kështë dhe emocional. Do shta nuk kam mund të them të gjitha që kam për të thanë, me gjitha ta jem shumë falenderues që më dha shansa. Faleminderit. Faleminderit, ishte kënaqësi edhe për ne që ju të jeni pjesë e këtij emisioni. Shikuar të respektuar, ishte me ne profesor Recep Bajrami, një aktivist i dalluar, siç folëm në diasporë, ku u organizuan dhe kontribuan për shumë çështje me interes kombëtar dhe arsimor në vetëlindje, por jo vetëm në Kërçov, por edhe jashtë, siç ka qenë edhe rasti me organizimin për luftën e Kosovës. Faleminderit edhe një herë dhe shifemi në emisionin e ardhshëm që do të flasim me kërçovar të tjerë që nuk kanë punu, do të kishte thonë, në vetëlindje, por nga diaspora kanë kontribuar për vetëlindjen.